Po, do ta bëjmë. Ja, ne më shumë.
Mirëmbrëma të gjithëve. Nana tjetër. Mirëmbrëma të dashur publik ardashës së Kuptinit. Mirë se u gjeni. Faleminderit që jeni sot me ne. Jemi bashkuar të gjithë në këtë skenë, në këtë qendër kulturore për të ndjekur koncertin përgatitur nga ansambli Gura e Kurbinit. Një koncert i cili është një thirrje për trashëgiminë kulturore, e cila është përcjell brez pas brezi në këtë zonë. Falenderojmë së pari Bashkinë e Kurbinit që ka mundësuar të koncert, veçanërisht një falënderim për kryetaren zonjën Marlina Cara. Faleminderit. Faleminderit që ndihmoni për luajtjen, për ringjalljen e folklorit, traditës sonë shpirtërore. Faleminderit për të koncertet të bukura, faleminderit që na vritni së bashku. Dhe sigurisht që vjen ky koncert pas suksesit të jashtëzakonshëm, do ta pranojmë që pati ky ansambël pikërisht në studion e programit të diell në Top Channel. Ansambli Gura e Kurbinit vërtet që na ndihmoi. Sa mundoj që e nisim në koncert me këngën Jo prej kruje skaloni gjallë, është një këngë e cila sa thua është një jehon për atë art, për atë trashëgimi që në fakt është një betim i gdhendur në zemrat e kurbinasve. Pasi pikërisht që këtej kalon të rruga për në Kruj dhe pikërisht që këtej u organizuar lufta për mbrojtjen e trojeve tona, e trojeve shqiptare. Nuk bëje fjalë për të mbrojtur vetëm një kështjell, por bëje fjalë për të mbrojtur një ade. Dhe kjo u bë me trimërinë, sakrificën dhe zemrën e fortë të burrave të Kurbinit. Dhe pikërisht, koncerti i sotëm është një revokim i asaj kohe, pasi këngët, vallet nuk janë vetëm art, por mbi të gjitha janë histori, janë kujtesë kombëtare. Këtë do të bëjmë edhe sot. Këtë do të sjellim së pari, duke bërë pse jo shumë krenar, duke sjellë në këtë skenë një instrument i cili nuk është vetëm i tillë, por tani jemi krenar të themi që është pjesë e listës së trashëgimisë jo materiale të UNESCO-s, Lahuta. Një tjetër mrekullie shqiptare, për këtë do të ftojmë në skenë një lahutar i cili nuk është i zakonshëm, përkundrazi me plot gojë mund të themi që është lahutari më i mirë që kemi në Shqipëri. Mjeshtër i madh, Pjetër Matosha. Ai vjen me këngën Xhubleta. Më pas më njëherë pas ti nga ansambli jon do të keni mundësi të ndiqni Lindin Malet Skënderbej, sigurisht një homazh për heroin ton kombëtar. Ndjekim. Më përshëndes, s'kam qa flas më shumë, misterios janë të mërdhej Shqipnisë s'ke
por gjithashtu ajo ka ditur të jetë edhe e bukur, elegante, fisnike, të ditë të mbaj ritmin, edhe pikërisht në ditët e festave ajo litet në një lodhje, edhe nëpërmjet të valleve apo këngë, ditë që shumë bukur të shprehte dinjitetin, bukurinë, elegancën, fisnikërinë e saj, emancipimin.
do t'i shohim pikërisht të vajza të bukura, të mrekullueshme kurbinase nëpërmjet valles të valltareve të qendrës kulturore për fëmijë, valles të linjës, një valle e matur, por që gjithashtu i tregon kaq bukur të gjitha këto vlera që përmenda pak më parë. Punuar me mjeshtëri nga koreografi Ermal Lusha. Më pas, me njërë pas tyre, do të kemi mundësi të ndjekim një këngëtare të mirënjohur kurbinase, dinjitoze, me një zërë shumë potente dhe energjike, Dhurata Aliaj me këngën Qiltri Ba, moj Qiltri Ba. I ndjekim me një herë. Dhe mirë se keni ardhur. Do kisha pas dëshirë edhe ma shumë do artrokitje, pasi sonte kemi ardhur vetëm për Kurbinas si të. Faleminderit që jeni me neve sonte.
Ishte një qas shumë i bukur apo jo, veçanërisht më pëlqyen vajzat të cilat i bënin shoqërinë dhe dhurata për diskutim në zërin e saj. Ne për ta falenderuar japim dhe një duart të vitit tjetër. Do të kujtojmë së bashku tani betejën e Albulenës. Mos keni frikë se nuk ju bëj leksion historie, po unë e di që ju e njihni dhe e dini shumë më mirë se sa unë, madje konkretisht në sytë e mendjes sa shihni se ku është fushë e Albulenës ose siç njihet ndryshe dhe beteja e Ujbardhës. E zhvilluar në 2 shtator 1457 mes trupave shqiptare të drejtuara nga heroi ynë kombëtar Skënderbeu dhe trupave osmane. E them këtë edhe për të gjithë nxënësit, për të rinj, për fëmijët që po na dëgjojnë në këtë momente, se si në këtë betejë trupat shqiptare i ndërmuan trupat osmane, fituan një betejë të jashtëzakonshme duke i mundur e duke i goditur jo vetëm në numër, por mbi të gjitha duke i goditur në moral. Dhe pas kësaj kuptohet lindi më shumë shpresa, u kthye kjo betejë në një simbol të fitores, në një simbol të lirisë, e cila nuk humbet kur, përderisa ka burra që luftojnë dhe sakrifikohen për të. Pikërisht betejën e Albulenës do kujtojmë tani me këngën që vjen e interpretuar nga burrat e Kurbinit, dhe dihet pas luftës, pas fitores, vjen dasma. Dasma e Kurbinasit do të vi me njërë pas kësaj, me rindet, zakonet, domet e bukura të festës familjare, duke na sjellë komplet një tjetër atmosferë. I ndjekim të dyja.
gjithë Shqipërinë dhe kam dhënë shtarqe në teatër të ndryshëm, kjo juaja është shumë e bukur, po daljen e kam më të bukur sepse e kam mes tyre vajzave të veshur me kostume arbrore. Ju duhet të vini për kalltarët tuaja. Baza ju me ju më pak përshtypje, por të mbërtetëruar që unë i shoh me shumë zili, pasi janë kostume, janë veshje të mrekullueshme, duket të vetja sigurie me vërtet në një kohë tjetër në zemër të arbrisë në kohën e Skënderbeut. Ne do t'i kthehemi folklorit Urbinas, pasti tani do të vinë dy këngëtare njëra pas tjetrës. Së pari me këngën Tir Nana Tir vjen Angelina Gjergji dhe më pas rikthehet dhurata Aliaj me këngën Jam Urbinas. Për juve gjithë sonte, apo knaqeni pak? Shumë! Faleminderit!
Faleminderit. Nuk e ftova pa qëllim, pasi më kujton një nën të dashur, ashtu siç është një nën të kujdesshme, një nën me zemër. Dhe momenti tani është pikërisht momenti i nënave. Është një moment shumë i bukur që na çon të gjithëve në fëmijëri, tek minullat që pa diskutim të gjithëve na i ka kënduar në mos në gjyshe ose motra e madhe. Por kur të tjetrin është minulla që na vjen tani dhe pikërisht për këtë do të kërkoja të mbanit një qetësi të veçantë. Do të vi Vjoca Greca për ta interpretuar. Me njërë pas kësaj, do të kemi mundësi për të gëzuar me një interpretim në çifteli që vjen nga një djalëri i cili mëson këtu në qendrën kulturore të fëmijëve, Leo Gjoka, në kujdesin e veçantë të profesorit të tij Pjetër Nimanaj. Një prof tjetër që tregon që muzika jonë, tradita jonë nuk është në humbje, përkundrazi, vazhdon të jetojë brez pas brezi, dhe mua më pëlqen kjo gjë pasi vetëm pak kohë më parë, duke folur me një koleksionist të instrumentave muzikor, duke folur për lahutën, më tha se për fat të keq në Shqipëri kemi më shumë lahuta se sa lahutar. Shpresoj që kjo të ndryshojë dhe së pari të ndryshojë sa më parë nga këtu, nga Kurbini. I ndjekim.
Faleminderit. Unë dua tani të kujtoj rapsodët e Kurbinit, pasi rapsodët janë një lloj kujtese e gjallë, janë ata që kanë ruajtur historinë e trimërive, të luftrave, besën, nderin. Pikërisht e rapsodëve do t'i këndoj tani një tjetër rapsod i gjallë, i cili edhe ai ndihmon që brez pas brezi të trashëgohet historia, të mbahet gjallë në vargje tradita e këtij vendi. Kush më mirë mund ta bëj këtë se sa rapsodi Kurt Lika. Bravo! Dhe sigurisht me kujdes për të tjerë rapsod, siç është poeti Lek Vega, Ali Halili, Seim Lika apo edhe Not Seferi. Dikim së bashku rapsodët e Kurbinit kënduar nga Kurt Lika.
nga e fundit për sot, dhe më vjen keq për këtë, por është një këngë shumë e bukur, një këngë himn, të themi, që e njihni dhe e doni të gjithë, një këngë që tregon bukurinë, krenarinë edhe shpirtin e vërtet të Kurbinit, një këngë e cila ka këshillur në histori, por që vazhdon të lulëzojë edhe sot. E ka udhëtuar në të gjitha trevat, e dëgjojnë edhe e këndojnë në mbar shqiptarinë, kudo ku ka dasma apo sofra familjare, do të këndoj Kurt Lika, shoqëruar nga grupi, dhe s'mund të jetë tjetër vetë se Lulja e Kurbinit. Faleminderit gjithë dhe një tur trokitje. Faleminderit Kurbini.
E kapela thot 1, 2, 3, 4. Oh my lulja e Kurbinit mos me ik pas dritën e synit mi thuj zone se kush jam jam Kurbina sa veta mi thuj zone